ta bojmë tokën dhe vendin të lulëzoj, e mos ta bojmë tokën dhe vendin të shkatëruar me luftra, me zonka, me armiqësi ndaj njëri tjetrit, duke e asgjësu, duke e kundërshtu dhe duke e luftu njëri tjetrin, duke e luftu e ma të dëmtin e kështu me radhë. Të nderuarit e mi, kjo festë dhe festa tona na mësojnë ndryshe, na edukojnë ndryshe, na dhonë imazh dhe mesazh ndryshe, për të qenë sa më solidar, për të qenë sa më vëmendës, për të qenë sa më afër njëri tjetrit, për ta ndihmuar dhe për ta ngritur të doptin, jo për ta shkel në nçmu dhe në vlerësuar të doptin. Vëllezër besimtarë, ne jemi para një kremteje dhe para një feste të madhe, të cilës nuk guxojmë, lejojmë asesi që t'ja humbim, t'ja zbehim vlerën, apo të bim nga dal në kurthin e dikujt që ka për qëllim që festa tona fetare dhe kremtet tona kombëtare të na izbehin, të na i largojnë dhe të na bojnë e të na mësojnë e të na tregojnë se qysh festohet, se qysh kremtohet, se qysh gëzohet, qysh agjerohet e kështu me radhë. Ne kemi ditë, dimë dhe do të dimë të festojmë, të kremtojmë edhe të jetojmë kështu siç Allahu xhaleshonu ka dashur me na kriju dhe me na fal shqiptar musliman në këtë truje. Prandaj Allahu xhaleshonu na ka thirrë në Kur'an që t'i respektojmë shenjat, festat, kremtet e Allahut xhaleshonu dhe mos lejojmë asesi, një asnjë formë dhe në asnjë mënyrë që t'i lëmë festat tona, t'i anashkalojmë kremtet tona dhe të miremi me festa, me kremte dhe me çështje, me gjona, e me festa, e me kultura që nuk na takojnë neve, as fetarisht e as kombëtarisht. Të nderuarit e mi, por rrezikojmë shumë që nga një traditë jo e mirë, nga një histori jo e mirë, e cila po don me na çu neve kadal drejt kremtimit të festave të tjerëve, e drejt harrimit e anashkalimit e lënies anash të festave tona fetare dhe kombëtare. Mos lejojmë, hajde zboshku të shtrëngohemi, të punojmë edhe nga zlej që festa tona fetare dhe kombëtare t'i mbojmë lart, t'i mbojmë në qiell, t'i gëzojmë e t'i festojmë, e t'i kremtojmë, e t'i dallojmë festa tona edhe me fëmijët e tonë, t'i mësojmë edhe fëmijët e tonë se në për festat tona fetare dhe kombëtare duhet shpenzu, duhet gëzu, duhet ble, duhet festu e duhet gjithçka të bëjmë. Ndërsa për festat e tjera të tjerëve ne kemi obligim moral njerëzor dhe fetar, t'i përgëzojmë ata kudo që janë, t'i respektojmë ata kudo që janë, po jo në emër të respektimit, në emër të kulturës, në emër të emancipimit, t'i lëmë festat tona e t'i marrëm festat e të tjerëve. Të nderuar, ruajuni nga një vezves shumë i keq i nënvlerësimit të festave tona, se është bo tradit jo e mirë, jo e ndershme dhe jo morale dhe jo etike që ne për festat tona t'i mbyllim shtëpiat e tona, t'i mbyllim derën parefisit njerëzve, vllaznive, motrave tona, e t'i morrim familjet, e t'i hypim kerreve tona edhe t'ikim jashtë vendit edhe jashtë shtetit. Me nxit spresin dikush fatkeqësisht që më u lidh një 2-3-4 ditë pushimi në për festa edhe me kom familjen edhe hajde në Greqi, e hajde në Shqipni, e hajde në Malëzi, e hajde në fund dënjos, se i ka dojë moda, i ka dojë fola të qysh bajromi. Sumet më fest, hajde me qka është ajo punë poshtë, zotin, a hajde po mirë me qëto gjona, a hajde po shkëtë me për iftar,
shkojnë me për bajrome, a se latë më këto vazhde më desh, a nuk i latë më këto po qëka do të vona? Na do të u quë me dojnë me ngo në për vendet tjera, në për festat tjera, me kerimit e tjera, në për Shën Valentina, e në për festat shtrigave, e të shejtanëve, e ku ta di unë të kujna, e ku ta di unë të kujna, e tonat në ilonë se ju ka dollë fola, ju ka dollë moda, e më thani dite, i ka dollë ka fola vë disha që t'i bajromin, s'u me i diqka, po e nuk jetë, sepse kur na dollëm edhe hargjojmë 500 euro me